Finalizohet operacioni koduar destinacioni në Fier. Arrestohet në flagrancë një shtetase që ushtronte prostitucion dhe procedojnë penalisht 3 shtetas që kanë përfituar nga kjo veprimtari kriminale. Gjithashtu sekuestruan 2 celular. Sipas njoftimit të policisë, specialistët për hetimin e trafiqeve të DVP Fier, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, për një shtetase që ushtronte prostitucion, kanë organizuar operacionin e koduar destinacioni për dokumentimin e kësaj veprimtarie kriminale. Si rezultati i operacionit u arrestua shtetasja AG, 41 vjeçe, banuese në Patos. Kjo shtetase dyshohet se ushtronte prostitucion në ambiente të ndryshme në qytetin e Fierit. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit ESH, 41 vjeç, TQ, 39 vjeç dhe MB, 34 vjeç për veprën penale prostitucioni, pasi kanë përfituar nga kjo veprimtari kriminale. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2 celular. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.